Pjesën të preferuar nga Ornela, dhe kemi sjellë në studio. Po, se kjo këmgulli, tha, do ta bëjmë akuzë aku. Po, tha shumë mos e vë akuzë dhe në shkrim fare. Po, akuzë, pik, tha, akuzë do i quajmë. Dhe Suela Koçibellin që vjen për të bërë një akuzë shumë të lezetshme, të këndshme, do të thonë që për çana duhet kjo. Po, duhet të burrë, gjitha zgjërat duan në këtë jetë. Se s'ka nevojë, Suela, më fal, për çfarë erdhe? Ja, mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhe, zemrej. Unë mendoj që duhet, edhe mendoj që gjithë dhe nga ne na ka qelluar që të trokasim në dyert e institucioneve, edhe të gjejmë njerëz që në pasivitetin e tyre thjesht na nxjin jetën. Dhe kjo është ajo gjëja sa i pëlqeu Ornelës. Dhe shembulli i fundit, po jo për të kapur shembullin, sa për të kapur modelin. Sot në Shqipëri kërkohet akoma në disa zyra dokumenti i librezës së punës. Dokument që daton që para 50 ditësh, 60 ditësh, nuk e dim, pa lindur unë po një herë. Qikon e makinës shkrimit. Tashi, përveç fakti që unë jam dakord që të ketë dokumentacion për të vërtetuar diçka, sot, kur flasim për vitin 2026, ku në Shqipëri pjesa më mirë e gjërave janë digitalizuar, pra për këtë duhet themi që i kemi bërë dhe janë bërë vetë nga shteti, kemi po prapë zyrtarë që punojnë për këtë shtet që kërkojnë këtë dokument. Dhe mos harrojmë diçka. Pse unë ngrej zërin për këtë dokument, është se nuk është dokumenti në fjalë, por është mentaliteti i këtyre personave që punojnë në shtet, që nuk marrin as nismën për të menduar se pse i kërkojnë dokumentat. Pra minimumi mundshëm është ti duhet kuptosh që punon dhe ky dokument s'të duhet më, sepse ti e para. Sot nuk ke vetëm njerëz që punojnë në shtet, se dikur kanë qenë vetëm në shtet, po dikur kanë qenë vetëm në shtet, nuk ndronin njerëzit punë. Sot njerëzit ndrojnë 15 punë. Pronarët kanë hikur, firmat kanë falimentuar, pra ti ke ndryshuar qytet, ke punuar në Sarandë, ke ardhur në Tiranë, domethënë ti kërkon sot një të re apo një të riu, dhe kjo ishte rasti konkret sepse unë reagoj, e cila vjen dhe bret der më der, zyrë më zyrë për gjetur edhe një herë personat ku ka punuar, sepse sot po punësohet në shtet. Pra ja kërkojnë në shtet po prapë të dokument që është realisht jo vetëm i dalë modë si koncept, por realisht jo praktik dhe është thjesht një mas për të marrë ty frymën, për të bërë zbor dhe për të thënë që shko merr edhe këtë se pastaj do vish të unë. Pra realisht mua më shqetëson kjo gjëja. Përveç faktit që ky është një dokument që s'duhet jetë më shqetëson fakti që të gjithë ata që fatkeqësisht e lën trurin e tyre në shtëpi, ditën e parë që fillojnë punë në shtet. Pra kalojnë në një gjendje pasiviteti, gjithçka që është e shënuar në një rregullore aty ata thjesht e marrin të mirëqen dhe as nuk kontribojnë për të menduar, ore pse duhen këto, dhe as nuk kontribojnë as për të mirën e këtij vendi, për të thënë që pritore se kemi avancuar, kjo gjëja nuk duhet, pra humbin totalisht eficiencën, vështirësojnë jetën e njerëzve dhe në fund fare. Jo, këto them një gjë që është më e bukur, që këtu të jepet pronësia, prona nuk ta jep me letër. Prona më shpis, prona, që e doj letër t'ja kërcas është tjetrit në balë, base, është letra më kryesore, gjithë investime. Prona është pa letër, është digitale. Në sistem. Kurse kjo, që është libreza punës, që ne e dallojmë atje, i kemi paguar se kemi paguar. Sot i ke të gjitha në sistem pra, sot nuk ka vlerë fare dhe për mua shqetësimi këtu është pikërisht mentaliteti komunist. Si ato librezat ushtarake, kush i mban mend ato librezat ushtarake, sa të bukura kanë qenë ato, Po pra, tash i majmë kornizë.